Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e shtunë 18 tetor 2025. Dashi. Ditë tensionesh të vogla, do ta keni më të lehtë të ruani përqendrimin. Mund të jeni duke punuar shumë, keni kujdes nëse ka një pavendosmëri të rëndësishme sentimentale në zemrën tuaj. Demi. Tensionet të mundshme në shtëpi, diçka nuk funksionon në marrëdhënie me të tjerët, duhet të heqësh qafe një barë. Në rast debatesh, ki kujdes të mos gabohesh. Binjaket. Është një periudhë krijuese, e rëndësishme. Në dashuri mund të bëni arritje të veçanta, jo të izoloheni. Gaforja. Nëse ka pasur një problem dashurie apo distancë, gjërat së shpejti do të bëhen sërish të favorshme. Pjesa më e mirë është që ju të jeni gati për të filluar një periudhë të re të jetës tuaj. Luani. Ditë e vlefshme, dashuria në shërim. Tani mund të largoni ata që nuk janë në anën tuaj, ata që ende përpiqen të bllokojnë çdo iniciativë tuajën. Virgjëresha. Jeni më të disponueshëm, por edhe gati për të rishikuar disa nga pozicionet tuaja, sepse prej disa kohësh keni pasur më shumë besim te vetja. Dita është po nga ju. Peshorja. Ju mund të ndiheni më të zhytur në mendime. Klima në familje përmirësohet, por ju duhet të shëroni një problem që nuk ka lindur për fajin tuaj. Për shumë kohë ka njerëz që ju vënë në siklet. Akrepi. Mos u dekurajoni dhe shkoni përpara. Surprizat e këndshme dhe një ton i qetë. Dashuria mund të bëhet protagoniste. Shigjetari. Zakonisht kur kemi një horoskop të bukur përfundojmë duke rënë në dashuri. Është e vështirë të mos përjetosh diçka të bukur, në këtë ditë çifte më të forta do të jenë edhe më shumë. Britqapi. Sot, nga frika se mos bëni një gabim, ju nuk lëvizni dhe prisni që të tjerët të vendosin për ju. Ata që kërkojnë një dashuri të re duhet të jenë gati. Ujori. Ju nuk dini çfarë të bëni, situatë e çuditshme. Është një periudhë konflikti sepse situata të caktuara në dashuri mund të vijnë në krizë, gjithnjëherë më intolerante. Peshqit. Përpara detyra dhe pastaj kënaqësia. Është bukur të debatosh dhe më pas të bësh paqe, por nëse grindesh nga mëngjesi në mbrëmje, gjërat ndryshojnë, gjej një marrëveshje. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.